nga se ne ndonjëherë duke mendu se duhet jemi gjithmonë në të njëjtën vijë shpirtërore me atë që kemi qenë në Ramazan, e shohim veten sikur kemi lajthit, sikur kemi deviju, sikur nuk kemi arrit me ju përmbajt asaj frymës të Ramazanit, prandaj e ndjejmë një lloj dëshpërimi, një lloj pesimizmi, një lloj gjendje të rëndë shpirtërore, dhe kjo është gabim. Është gabim për faktin se feja nuk kërkon prej nesh që ne të jemi çdo herë në të njëjtën gjendje shpirtërore, nga se është e pamundur. Pra nuk ka njeri, madje as shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam, që kanë qenë brezi më i mirë njerëzimit, nuk kanë pas mundësi që të jenë çdo herë në të njëjtën gjendje shpirtërore, nga se është e pamundur. Mirë po, ajo që kërkohet prej nesh pas Ramazanit është që ta ndjekim një praktik, ta bëjmë një praktik e cila mund të mos jetë e madhe, mirë po duhet që të mos ketë shkputje në të. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur është pyetur për veprën më të mirë, e ka dhënë një përkufizim interesant, ka thënë ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Vepra më e mirë, më e dashur tek Allahu xhallahu ala është ajo që është në vazhdimsi, mirë po edhe nëse është e pakët. Pra, ajo vepër që Allahu te bareke ve teala e don, që e pëlqen më shumë se sa vepra të tjera, është ajo që nuk ka shkputje, edhe nëse është e pakët. Për shembull, ne në Ramazan për çdo natë kemi arritë që me fal nga 20 rekate namaz. Namaz nafile, namaz vullnetar, teravit janë namaz vullnetar. Tani pas Ramazanit, a kemi mundësi që të paktën me i fal 2 rekate namaz natën? Kemi mundësi. Diçka që nuk na merr kohë shumë. Ai i cili i fal tani nga 2 rekate çdo natë, është më i mirë se sa dikur që një natë mund t'i fal 100 rekate, e pasaj e ka një shkputje të tërësishme. I kemi agjeru 30 ditë rresht. A nuk kemi mundësi tani me agjeru të hanëve dhe tajteve? A nuk kemi mundësi me agjeru 3 ditët e bardha? A nuk kemi mundësi me agjeru 6 ditët e shevalit, për cilat Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë që kushdo që e agjeron Ramazanin dhe ja bashkangjet edhe 6 ditë të shevalit, është sikur ta ketë agjeruar tër vitin.